e bezdishme, madje shumë e bezdishme, dhe të vjen kur nuk e pret. Si t'ja bëjmë për ta pushuar shpejt? Po flasim për lemzën. Ja, disa mënyra për ta pushuar atë. Mbani frymën. Është metoda më klasike, e cila ndihmon menjëherë. Mbajeni për 30 sekonda në mënyrë që të relaksohet diafragma, e cila vazhdon të kurjet duke akumuluar dioksid karboni në mushkëri. 2. Pini disa glënka të vogla ujë, të shpeshta dhe të vogla. Shërbejnë për të qetësuar diafragmën. 3. Mbyllni veshët. Nuk e besoni, por nëse mbyllni veshët me gishta, dërgoni një mesazh në nervin vagus, i cili do të qetësojë dhe pushoj lemzën. 4. Hani gjalp kikirikësh. Nëse nuk ju ka kaluar me metodat e mësipërme, vazhdoj mëtej. Të ngrënit e diçka e kremoze ndryshon proceset e frymëmarrjes, sepse diafragma është e detyruar të punojë. Nëse nuk keni në shtëpi gjalp kikiriku, me siguri keni Nutella ose diçka të ngjashme. Dhe së fundmi, ulni kokën poshtë. Përfundoni duke kryer këtë ushtrim me natyrë pak cirku, por që në 90% të rasteve funksionon. Përkulni kokën para duke ulur poshtë, sikur doni të pini ujë, dhe mjafton të qëndroni vetëm pak për të zgjidhur problemin.